Tirana me syt nga Brukseli për raportin i barë, qeveria optimiste për të marrë lajmin e miratimit, pritet vendimi final i përfaqësuesve të vendeve anëtare. Gjykata e posaçme i rikthen prokurorisë dosjen e gjyqtares Irena Gjoka, kërkohet plotësimi i hetimeve nga Spaku brenda një afati kohor për 6 muajsh. Ferma e VIP-ave vendos rekord në Instagram me 1 bilion shikime, 2 konkurrent në televotim Kok më Kok, një prej tyre mbyll rrugëtimin ditën e premte. Prezantohet trajneri i ri kombëtares shqiptare, italiani Rolando Maran zëvendëson brazilianin Silvinho, objektivi kualifikim në Europianin e 2028-s. Përshëndetje të gjithëve, do jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Vendet anëtare të Bashkimit Evropian ndodhen fare pranë marrjes së një vendimi final për raportin i barë, i cili do t'i hapte rrugë dhe mbylljes së grup kapitujve të anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Grupi negociues ndërkohë po vijon diskutimet në Bruksel dhe sot, ndërsa ministri i Drejtësisë deklaroi se procesi po lëviz në drejtimin e duhur. Shqipëria pritet të hedhë një tjetër hap të rëndësishëm sa i përket procesit të negociatave për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Mësohet se vendet anëtare janë afër arritjes së miratimit të pozicionit të përbashkët mbi raportin i barë. Në Bruksel, mbledhja e Koelës ka nisur para ditën në orën 10 dhe pritet të shihet vendimi final i përfaqësuesve të vendeve të Bashkimit Evropian për Shqipërinë. Por në emër të qeverisë shqiptare, ministri i Drejtësisë Toni Koku u shpreh optimist për procesin. I bari ishte një proces teknik dhe është një proces që progresoi tashmë ka kaluar nga grupi i punës në grupin e ambasadorëve të vendeve anëtare, të vendeve të përhershme dhe tregon që procesi lëviz, procesi ecën dhe ka mbështetje faktike dhe institucionale të çdo mase nga ana jonë. Pra nga ana e shtetit shqiptar. Gogu u ndal tek 3 pikat pozitive dhe 1 negative, që evidentohen për Shqipërinë. Besimi i qytetarëve shqiptar është dyfishuar nga 26% në 53% në sistemin e drejtësisë. Pavarësia e sistemit, e cila perceptohet nga vetë aktorët e sistemit, është rritur me 30% dhe vetë reforma perceptohet pozitivisht për shkak se ka një rritje nga 34% në 56% pozitive, ndërkohë që perceptimi negativ ka zbritur nga 38% në 17%. Dhe shifra që është negative është ajo që besoj ka të bëj me backlogun dhe ndaj qëndrova aty, sepse 72% e qytetarëve shqiptar e shohin sistemin të vështirë për ta përballuar financiarisht. Pas Koelës, të premten janë ambasadorët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, të cilët do të vendosin për fatin e Shqipërisë. Më pas do të caktohet data për konferencën ndërqeveritare. Me miratimin e IBAR, Shqipëria nis dhe procesin e mbylljes së kapitujve për anëtarësimin në Union. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha priti në Tiranë homologun e tij malazez Ervin Ibrahimović. Ata vlerësuan së bashku progresin e shënuar në të dyja vendet, sidomos me reformat që lidhen me integrimin evropian. Si dy vendet pararojnë në procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian, Shqipëria dhe Malizi janë të fokusuara tek përmbushja e kushteve të lëna nga Brukseli. Kështu u shpreh ministri i Jashtëm Ferit Hoxha, teksa krah homologut e tij malazez Ervin Ibrahimović theksoi se dy vendet kanë të gjitha kapacitetet e duhura për të arritur standardet europiane. Shqipëria dhe Malizi konsiderohen sot nga të tjerët si vende pararojnë procesin e zgjerimit, një proces i bazuar në merit, ku matësi kryesor është ecuria konkrete dhe cilësia e reformave të marrë. Për Shqipërinë, përparimi në rrugën drejt Bashkimit Evropian vlerësohet mbi bazën e rezultateve të prekshme, për kushtimit të qëndrueshëm dhe aftësisë për të përmbushur standardet dhe detyrimet që rezultojnë nga procesi në cilin jemi angazhuar për të ardhmen tonë evropiane. Për krye diplomatin Ibrahimović, Shqipëria dhe Malizi janë shembull i bashkëpunimit në rajon.
Objektivi ynë është antarësimi i malit të zi në Bashkimin Evropian gjatë vitit 2028. Jemi të inkurajuar nga mbështetja e shteteve anëtare për të arritur këtë objektiv. Mali i zi mbështet fuqimisht integrimin e të gjithë Ballkanit Perëndimor. Është domethënëse që Mali i zi dhe Shqipëria janë aktive në negociata. Dy vendet tona do të vijojnë të tregojnë shembullin e përgjegjshmërisë dhe bashkëpunimit në rajon. Ndryshe nga vendi ynë, Mali i zi tashmë ka avancuar më tej në procesin e antarësimit. Fshinjet Ballkanas fituan statusin e vendit kandidat në dhjetor të vitit 2010, ndërsa negociatat u hapën më 29 qershor 2012. Deri në mars të vitit 2026, Mali i zi hapi të gjithë kapitujt negociues dhe 14 prej tyre janë mbyllur tashmë. Lideri i opozitës Sali Berisha ju përgjigj akuzave të Ervin Salianit për zgjedhjet në Partinë Demokratike. Ai deklaroi se ish deputeti demokratu vetë përjashtua, ndërsa akuzoi atë se po bashkëpunon me Edi Ramën. Lideri historik i demokratëve Sali Berisha mbrojti sërish procesin e zgjedhjeve të brendshme dhe faktin që ai është i vetmi kandidat në garën për drejtimin e partisë më të madhe të opozitës. Në një komunikim me gazetarët, Berisha përsëriti se edhe në partitë politike evropiane, në rastet kur kryetari rikandidon, për Ballti nuk ka rival. Pse nuk hyn në garë? Jo se s'mund të hyn në garë, mund të hyn plotësisht, por sepse nuk dëshirojnë të angazhohen në një garë që nuk kanë të sigurt rezultatin. Berisha komentoi edhe lëvizjen e fundit të Ervin Salianit, i cili nuk u lejua të marrë pjesë në gare, për këtë ka dërguar një letër pranë Partisë Popullore Evropiane, pjesë së cilës është edhe Partia Demokratike. Ai natyrisht ka të drejtat. E ti mund të shkruajë letra ku të dojë, është i lirë. Sikundër, është i lirë të drejtohet organeve të partisë ku të shpreh ankesën, megjithse ai u vetë përjashtua, zgjodhi vetë përjashtimin. Ndaj dhe letrat e shkruara nga zyra e Edi Ramës apo ndonjë tjetri nuk kanë asnjë vlerë për Sali Berishën. Berisha, i cili të shtunën do të marrë votën e demokratëve për të drejtuar PD-n edhe në 4 vite të ardhshme, akuzoi sot qeverinë për dështim me ekonominë. Sipas Berishës, kostoja e jetesës në vend është rritur, ndërkohë që korrupsioni sipas tij kalon edhe fondin e dedikuar për pensionet. Vjedhja në tendera arrin në vit në 1.2 miliard euro. Vjedhja në tendera të i kalon fondin e pensioneve të Shqipërisë. Vetëm në tendera. Berisha lajmëroi se me përfundimin e zgjedhjeve të brendshme, opozita do të rinisë protestat kundër qeverisë Rama. Kodi i ri penal është në fazën e fundit të përgatitjes dhe shumë shpejt drafti do të konsultohet edhe me ekspertët ndërkombëtar. Ministri i Drejtësisë deklaroi se ndryshimet sjellin një politikë më të drejtë penale dhe po ashtu godasin më ashpër krimin ekonomik. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu prezantoi këtë të martë prioritetet e institucionit që drejton duke vendosur një tekst të veçantë kodi i ri penal. Sipas tij po pritet ende drafti final nga grupi i punës, që më pas të konsultohet me ndërkombëtarët. Jemi në fund të tij, presim nga grupi i punës të marrim draftin për ta konsultuar me ekspertët europian. Kodi penal gjithashtu do të siguronte që korrupsioni, krimi ekonomik të kenë vëmendjen e duhur dhe të përgjigjen kontekstit shqiptar. Duke garantuar se do të realizohet shpresë për mirat të burgosur, ishte fjala ministrit Gogu për amnistin. Sipas tij pritet vlerësimi nga Komisioni Evropian dhe më njëherë më pas do të nisë diskutimi i saj në parlament. Do të ndodh. Patjetër që do të ndodh. Amnistia është në parlament dhe unë besoj që shumë shpejt, pasi ne të kemi marrë dhe vlerësimin e punës së madhe që është bërë në lidhje me themeloret në ditët në vijim, besoj që do të fillojë dhe diskutimi në parlament. Problematikave për hartën e re gjyqësore e kundërshtuar fort sidomos nga avokatët, Gogu tha se sipas ligjit ajo do të rishikohet pas 2 vitesh. Besoj që kemi një detyrim ligjor për të filluar rishikimin vitin tjetër dhe për ta bërë rishikimin brenda 5 vjetëve që i bie 28-s. Por, nga ana tjetër, duhet të them që duhet të shohim se si kjo hartë që ne kemi sot duhet të ketë në dispozicion të gjithë elementet e saj. Kërkesat e pandehurve Ilir Meta, Arion Veliaj dhe Ilir Beqaj, të cilët kanë kombëngulur për transmetimin live të seancave gjyqësore, por nga ana tjetër gjykatat kanë refuzuar, duke lejuar kamerat vetëm për pak minuta. Ministri Gogu tha se kjo vendimarrje takon vetëm tokave të zeza.
Gjykata e posaçme ka vendosur që të rikthejë në prokurorinë e posaçme çështjen e gjyqtares Irena Gjoka për plotësim të hetimeve. Vendimi është marrë sot nga gjyqtarja Marinela Osmani, e cila e ka lënë Spakut një sër detyrash për t'i plotësuar brenda një afati 6 mujor. Irena Gjoka u kallëzua nga Partia Demokratike pasi sipas saj ajo ka fshehur në formularin e dekriminalizimit një dënim të dhënë nga një gjykatë greke. Nga ana tjetër, Spaku kërkoi pushimin e procedimit penal me argumentin se procesi është zhvilluar në mungesë të saj. Sipas prokurorisë, nuk është vërtetuar nëse Irena Gjoka ka qenë në dieni të këtij dënimi, duke shtuar se ndjekja penale lidhur me këtë fakt rezulton e shuar për shkak të parashkrimit të afateve. Ish drejtoresha e Akshit Mirlinda Karçanaj ishte sot në Spakë në zbatim të masës së detyrim paraqitje pasi gjykata e lartë e nxori atë nga arresti shtëpiak më herët. Ajo është marrë pandehur për shkelje të barazisë në tendera dhe duhet të paraqitet tashmë 2 herë në muaj në prokurorinë e posaçme. E pyetur nga gazetarët pasi doli nga ambientet e Spakut, Karçanaj zgjodhi të mos jepte asnjë përgjigje lidhur me akuzat që rëndojnë ndaj saj. Mirlinda Karçanaj është në hetim për procedurat tenderuese të zhvillua nga Agjencia Kombëtare e Informacionit, ku po verifikohen gjithsej 12 tendera në ndyshimin se janë të paracaktuar. Hetimet lidhen me kontrata për mirëmbajtjen e serverave të institucioneve shtetërore. Sipas Spakut, kriteret e procedurave tenderuese janë hartuar në favor të kompanive të caktuara. Tregu i fruta perimeve në Lushnjë është shkrumbuar nga një zjarr i papritur. Flakët dyshohet që të jenë shkaktuar si pasojë një defekti në rrjetin elektrik, por nuk përjashtohet as zjarrvënia e qëllimshme. Një zjarr i rënë orët e para të mëngjesit të së martës ka përfshirë tregun e fruta perimeve në qytetin e Lushnjës, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Mësohet se është vdekur një pjesë e çatisë së tregut, ndërsa janë shkatëruar edhe raftet dhe malli i tregtarëve. Në këtë treg ushtronin aktivitetin rreth 50 tregtarë dhe disa prej tyre kanë pësuar dëme ekonomike të konsiderueshme. Nuk ka më keq kur të shkojmë. Mbi 10 milion verifikoni vetë, shikoni vetë, se qa malli kanë pas, qa shu, në ka lënë me gishloj. Dum lekë se zbën, dum dërë shpërblim se zbën. Malli shifet, merret ato që janë aty të verifikon, edhe paguhet. Paguhet malli. Mund t'jetë 1 milion lekë vjetra, po ka dhe me të tjerë më shumë, që janë prekur pa mas. Sa vite keni që punoni të treg? Kemi ja 3 vjetë që punojmë këtu, që sa mbyll tregu, po kemi më përpara. Në vendngjarje ishte edhe kryetaria e Bashkisë të Lushnjës Riselda Sefa, e cila u takua me tregtarët e prekur. Nga ana e bashkisë po ngrihen grupet e vlerësimit të mallit dhe derisa të bëhet gati përsëri për të vënë në funksion ky objekt, ne do të gjejmë një mundësi për sistemimin e tregtarëve përreth kësaj zone në mënyrë që ata të kenë mundësi të vazhdojnë të ushtrojnë aktivitetin e tyre. Shkaqet e zjarrit ende nuk janë përcaktuar, ndërsa policia po kqyr kamerat e sigurisë për të zbardhur rrethanat e ngjarjes. Dyshimet e para flasin për një zjarr aksidental, i cili mund të jetë shkaktuar nga sistemi i ndriçimit elektrik në pjesën e jashtme të tregut, por nuk përjashtohet as pista e zjarrvënies së qëllimshme. Një aksident i rëndë ndodhi sot në mëngjes në aksin kombëtar Maqellar-Peshkopi. Një mjet tip furgon dhe një autovetur përplasën në vendin e quajtur Grevë dhe si pasojë kanë mbetur të plagosur rënd babë e birë. Burime nga Spitali Rajonal në Dibër bëjnë me dije se 70 vjeçari dhe djali i tij 36 vjeç janë nisur me urgjencë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë. Policia shkoi në vendin e ngjarjes për të zbardhur shkaqet e aksidentit që besohet se mund të ketë ardhur nga shpejtësia. Një muzikant është arrestuar nga policia e Tiranës pasi është kapur në flagrancë me armë zjarri. 25 vjeçari quajtur Klodian Mustafa është vënë në pranga në afërsi të Tufinës pasi në mjetin e tij u gjetën 2 automatik Kalashnikov si dhe municione. Sipas policisë, i riu po tentonte që armët t'u ashiste disa grupeve kriminale në këtë zonë. Burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se 25 vjeçari i kishte sjell armët nga Saranda.
Dhjetra familje në Ferras të Fierit po bashketojnë me ujërat e zeza. Situata është shënduar veçanërisht pas përmbytjeve të fundit dhe banorët kërkojnë zgjidhje emergjente. Bllokimi i kolektorëve të ujërave të bardha e të zeza veçanërisht pas përmbytjeve nga dalja e shtratit të Lumit Vjos ka bërë që rreth 300 familje në fshatin Ferras në bashkinë Fier të bashketojnë me ujërat e zeza. Sipas tyre, problematika ka nisur pas ndërtimit të linjës së re nga një firmë private rreth 15 vite më parë, por kjo e fundit nuk është angazhuar asnjëherë për pastrimin dhe mirëmbajtjen. Gjithë problemin e ka ky zotnia në kat parë, ne jemi në kat dytë. Tani mo do mi vëri një tapaj poshtë edhe të notoj dhe unë lartë. Se kështu të vejke punë. Problemi jonë është se nuk funksionon kolektori fare, unë mbytëm, na vim brenda, na eri poshtë krevatit. Delen dhe ma thanë, zi me njerëzit, nga do vetë, dhe tërbi do hapë kapakun, të dali se nuk mundet të rrim brenda. Kur nuk e mbanin, pëse na i bën kolektori, na ikte ujtë fare. Nuk them se e shu se ikte shkon të kanal. Në që kjo kur u bë kolektori, e shgritu rruga, ngellë në borët grop. Ujtë edhe të shiut që bje këteja, kthehet vjen atje, më vjen të shkallë. Situata paraqitet veçanërisht problematike tek pallatet e zonës ku ujërat e zeza dalin në sipërfaqe duke u kthyer në burim infeksionesh. Unë jam kati dytë, po përsërit ti mënyra jemi shumë të ashtushqetësuar me këtë lloj të kolektorësh. Pastaj nuk ka dhe bote për të tërhequr. Burin se tri ka bote, bote e tërheqja mund të shoh, po jo fare. Ja kështu kemi vojtur tërkonzeti. Çfarë të mund të shoh? Ktu tani sëmundja fillon në midra drejtje të tëra aty, edhe nga do një zgjidhje. Kur ha partia shiu, mua më mbusha borri këto dhe nuk dinja çfarë të bëja se e kam rrafsh me tokën, shtëpinë. Mallë që s'fut bën, se 1 metër fut brenda mua na lumi. Ndërkohë, sipas informacionit të marrë pranë shoqërisë rajonale të ujësisë kanalizimeve, investimi kryer në këtë zonë nga Bashkia Fier nuk ka qenë asnjëherë në varësi dhe menaxhim të këtij institucioni, por thonë se do ndërhyjnë brenda 2 ditëve për pastrimin e kolektorëve të bllokuar. E megjithatë, banorët shprehen se presin një zgjidhje përfundimtare të kësaj problematike dhe jo provizore. Të krerë bagëti janë asgjësuar në Dajç të Shkodrës pas janë prekur nga murtaja. Autoritetet lokale sigurojnë se nuk ka rrezik pasi zona është vendosur në karantinë. Murtaja e ruminantëve është rikthyer në qarkun e Shkodrës pas afro 1 viti, këtë herë duke prekur njësinë administrative Dajç. Ministria e Bujqësisë ka urdhëruar vendosjen në karantinë të zonës në një perimetër prej 3 deri në 10 kilometrash. Rasti i parë për këtë vit është konfirmuar në fshatin Mali i Gjymtit në Dajç, ku rreth 20 krerë dele në pronësi të fermerit Sokol Vola janë ngroposur, ndërsa pritet azësimi i 60 krerëve të tjera për të parandaluar përhapjen e sëmundjes. Thonë që ka dalë smunje, e do të azësohen atë që thonë. As kam ble, as kam shit, as kurrisa në mbët. Dele ka konti vetat e vata këta, po jo se kanë pas kontakt. Fermeri shpreh se dëmi ekonomik është i konsiderueshëm duke llogaritur humbje deri në 15 milion lekë të vjetra. Sa dëmton gjithsa duhesh, po kam i jetë me ta. Me shtua me i von. Një 10 milion, 15 milion. Po i ikin cinza, i ikin berra, i iku tomële, i iku gjithë shka. Autoritetet dyshojnë se mund të ketë edhe raste të tjera të murtajës tek bagtit e imta, ndaj pritet të kryen inspektime dhe analiza të mëtejshme. Përveç zonës së Dajçit ka nisur kontrollet edhe në zona të tjera për shkak të rrezikut të përhapjes së sëmundjes. Murtaja e ruminantëve është një sëmundje që prek kafshët, por nuk transmetohet tek njerëzit. Spektakli Ferma VIP ka arritur një tjetër rekord audience me 1 bilion shikime në Instagram në më pak se 2 muaj. Mbrëmja së hënës nxori në pa përplasjet mes konkurrentëve që po bëhen gjithnjë më të forta. 2 fermerë janë në televotim dhe të premten publiku do të vendosë se kush do të largohet. Mbrëmja e 16 e spektaklit Ferma VIP solli në ekranin e Vision Plus një tjetër natë plot emocione, tensione, debate të forta dhe surpriza që pritet të ndryshojnë dinamikat e lojës. Në drejtimin e Vita Production, reality show i rekordeve vijon të dominoj audiencën në të gjithë trevat shqipfolse. Ndërsa gjatë spektaklit u bë publik edhe lajmi se Ferma VIP 3 ka arritur plot 1 bilion shikime në Instagram në vetëm 50 ditë transmetim.
Një televotim i hapur që prej ditës së premte ka mbajtur në ankth 9 të nominuarit, ku mes tyre 3 fermerët më pak të votuar rezultuan Henry, Blerina dhe Bujaka. Si pasojë ata u përballën në një sfidë nga e cila doli fitues Bujaka, ndërsa Henry dhe Blerina kaluan menjëherë në një televotim kok më kok. Njëri prej tyre do të ndërpres të premten rrugëtimin, e vendimi i takon vetëm publikut. Në këtë çaste deklaroj zyrtarisht të hapur televotimin. Një nga temat më të komentuara të mbrëmjes ishte padyshim krisja e miqësisë mes Kostanës dhe Zhakut. Megjithatë, për një pjesë të fermerëve, i gjithë konflikti mes tyre ishte i stisur. Dyja kanë vendosur që këto të dyja të krijojnë situatë bashkë. A mendon që është e stisur, Sara? Patjetër që po. Debati mori një tjetër dimension me ndërhyrjen e Mosës, e cila mbrojti Kostanën dhe deklaroi se Zhaku duke në një gjendje të rënduar psikologjike. Kjo deklaratë solli reagimin e ashpër të Zhakut, duke ndezur një tjetër debat të fortë. Je barbare komplet. Po e di çam bëri dje. Një risi e rëndësishme e mbrëmjes ishte prezantimi i platformës Vitamina, një hapësirë online ku publiku mund të mbështesë fermerin e preferuar. Përmes faqes vitamina.visionplus.tv, ndjekësit do të kenë mundësi të hyjnë virtualisht në fermë dhe të shprehin publikisht mbështetjen për fermerët e preferuar. Klikoni në vitamina.visionplus.tv. Në fund, spektakli solli edhe një nga momentet më emocionuese të kësaj nate. Ilir Shaqiri u përball me një shaka ku ju tha se vajza e tij Emily ishte martuar pa praninë e tij. Por surpriza u kthye shpejt në lumturi kur Iliri u takua me vajzën dhe partnerin e saj. Spektakli i mbrëmshëm ishte një pasqyrë e vërtetë e intensitetit që po fiton loja javë pas jave. Tashmë mbetet për të parë se çfarë do të sjellë televotimi dhe si do të evoluojnë dinamikat mes fermerëve, ndërsa ju mos harroni të ndiqni 24 orë në 7 ditë të javës, si dhe në përmbledhjen ditore në Vision Plus. Dasma e Zadrimës është rikthyer me të gjitha elementet e saj në zonën e njohur të Lezhës. Gjatë aktivitetit u vlerësuan veshja tradicionale e grave, si dhe rritet që trashëgohen brez pas breze. Ruajtja dhe promovimi i traditave dhe kulturës kanë nxitur institucionet lokale në Lezhë të rikthejnë edhe një herë dasmën e Zadrimës. Në këtë event u sollën në vëmendje elementët më karakteristik të dasmës tradicionale zadrimore, përmes veshjeve popullore, muzikës tradicionale, valleve dhe rriteve që prej vitesh përbojnë identitetin kulturor të kësaj treve. Aktiviteti u mirëprit nga pjesëmarrësit, të cilët patën mundësinë të përjetojnë nga afër atmosferën autentike të traditës zadrimore dhe të njihen më shumë me zakonet e trashëguara ndër breza. Kupton koha ka evolu, sot nuk bëhen më një tradit, me thonë drejten, janë vishaj që do me smuguru këtë, se po bëhen lokale, po me që duhet me harru traditin e me kujtu prej ka vim, duhet mja përngjaj fije. Ka kënë traditër, por e kena mojtë, si të thush traditën, për çdo dasëm e kena një valle me veshjet kombëtare zadrimore. Në Zadrim, e po kështu mund tjetë edhe në për zona tjera. Është rëndësishme se nonat tona, gjyshret tona, ishte kanë vazhdu gjithmora dhe na kanë lënë amanet. Brezi ri është rikthimin e dasmave në Zadrim si ruajtje të vlerave kulturore të saj dhe se për ta veshja zadrimore mbetet më e bukura. Kjo traditë po ruhet shumë nga brezat e ri, sidomos nga ne të rinj, sepse ne duhet që të veshim rroba sa më shumë zadrimore, edhe që ta kemi sa më shumë si kulturë dhe mos ta harrojmë këtë kulturë që kemi ne. Fokusi kryesor i aktivitetit nëpërmjet improvizimit të dasmës zadrimore kishte për qëllim promovimin dhe ruajtjen e traditës e të vlerave kulturore dhe artistike, si dhe mbajtjen gjallë të traditës dhe përcjelljen e saj tek brezat e rinj. Kombëtarea shqiptare e futbollit do drejtohet të paktën deri në vitin 2028 nga një trajner italian. 63 vjeçari Rolando Maran, i cili në të kaluarën ka trajnuar ekipe modeste në Serie A dhe Serie B, zëvendëson në këtë detyrë brazilianin Silvinho, me të cilin nuk u rinovua kontrata.
Nga Silvinho tek Rolando Maran, stafeta e stolit të kombëtares shqiptare kaloi përmes një shtrëngimi duarsh mes të dyve në prani të presidentit të Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka. Largimi i pritshëm i brazilianit Silvinho pas një eksperiencë për 3 vite e gjysmë u shoqërua me prezantimin e shpejtë të një emri që në fakt mund konsiderohet një surprizë. Shumë kush priste një personazh më të rëndësishëm në krye të pankinës kuqezi. Mirë po Duka zgjodhi një trajner jo me profil të lartë në futbollin italian, që ka drejtuar ekipe modeste në Serie A dhe Serie B. Pyetje së Vision Plus mbi zgjedhjen e bërë, kreu i Federatës u përgjigj në këtë mënyrë. Kemi kontaktuar, kemi biseduar me disa kandidatura, padyshim që kanë pas alternativa, të cilët nuk besoj se është etike që t'i bëj publike tani. Firmën mbi letër e kemi hedhur vetëm gjysore më parë. Misteri tha unë po firmos dhe nuk kam lexuar asgjë, inshallah s'to kem probleme. Me këto objektiva që unë i thash për të qenë vend parë në Nations League dhe për të kualifikuar në Euro 2028. Duka falenderoi edhe Silvinho, me cilin tha se ndarja ishte konsensuale, teksa sipas tij, të dyja palët kuptuan që ishte fundi i një cikli dhe momenti më i mirë për të ndarë rrugët. I emocionuar dhe fjalë pak, Silvinho ishte falenderues në fjalët e fundit para ambientit kuqezi. Dua të falenderoj stafin teknik dhe të gjithë lojtarët që me ne kanë bërë një rrugtim shumë pozitiv prej 3 vitesh e gjysmë. Jemi rritur të gjithë bashkë. Në fund, tifozët e apasionuar të kombëtares, mbështetja që kemi marrë nga të gjithë ju ka qenë për ne një shenjë shumë pozitive për gjithçka që kemi bërë. Trajneri i ri i përfaqësuesës tha se e njeh mirë ekipin ton kombëtar dhe veçanërisht lojtarët që luajnë në Itali, duke premtuar angazhim maksimal për ta çuar Shqipërinë në botror, ndonse kontratën e ka deri në qershor 2028. Shumë lojtarë njoh se kam parë shumë ndeshje të Shqipërisë. Ne kemi mundësinë për të bërë më tepër dhe ndaj skuadrave që mund të jenë më të forta në letër, të arrijmë objektivin për të qenë në krye. Ëndra juaj dhe imja është të shkojmë në botror, të arrijë të sjellë ato rezultate që të gjithë i dëshirojmë. Kualifikimin evropian në fakt është kushti i Federatës për kontratën 2 vjeçare të Rolando Maran. Tekniku 63 vjeçar italian ka drejtuar ekipe si Chievo, Cagliari, Genoa, Pisa, Brescia, Catania e të tjerë. Mesatarja e qëndrimit në një skuadër nuk e kalon 1.3 vite. Impenjimet e tij të para me Shqipërinë janë në miqësorët e qershorit me Izraelin dhe Luksemburgun. Këtu kemi përfunduar me lajmet tona të dregës. Faleminderit dhe miru takofshëm.